Kryeministri Edi Rama ka reaguar nga Berlini për herë të parë lidhur me hetimin e zëvendëskryeministres Belinda Balluku, duke theksuar se nuk mund të ketë koment publik për rastet që janë në proces hetimi. Nuk kam asnjë koment për asnjë rast, sepse siç e kam thënë, ne kemi punën tonë, drejtësia ka punën vet, edhe deri kur çështjet të caktuara marrin formën e tyre të prerë, të gjithë njerëzit janë të pafajshëm dhe janë të padënueshëm nga gjykata popullore e politikës dhe e mediave që i shërbejnë politikës. Nga ana e saj, Balluku nuk ka bërë asnjë koment lidhur me hetimin dhe ka zgjedhur të publikojë një video nga Zvicra ku tregon udhëtimin me tren dhe flet për investime të rëndësishme në infrastrukturën hekurullore shqiptare. Heshtja e Ballukut dhe qasja e kryeministrit reflektojnë qëndrimet e qeverisë për të respektuar proceset ligjore dhe për të mos ndikuar mbi drejtësinë.